e sot për juve e kam sjell këtë grim mjaft dramatik. Kam vendosur që sot me ndjek një trend të momentit në rrjetet sociale ku po krijohen grime të inspiruara në bazë të shenjave të horoskopit. Me që jemi në muajin qershor edhe është muaji i binjakëve, sipas rrjeteve sociale, ky është grimi që ju shkon më shumti binjakëve. Një grim goxha i ngrohtë, goxha dramatik, po që mund të jeti përshtatshëm për stinën e verës që e karakterizon këtë shenjë. Pa humbur kohë, po e ndjekim në detaje si kam kriju këtë grim dhe çfarë produkte kam përdorur. Bazën veç e kam përfundu edhe direkt po shkojmë me kontura, so do e përdori këtë paletën prej Makeup Forever, edhe do e shfrytëzojmë këto nuancat më të errta për kontur. Ky lloj grimit mendoj që është goxha bronz, ka nevojë për më shumë kontura, pra përveç konturave të langshme që do i bëjmë, do i theksoj hala më shumë ngjyrat me kontur puder, po si fillim e vendosim një herë kështu këtë konturën në këto zonat e zakonshme. Pra, të mollzat, përgjatë ballit, edhe tek hunda. Po e përdori një brush të sheshtë, vetëm sa për ta apliku kështu produktin, edhe pastaj do e shkri me një brush më të madhe, që e bën më të lehtë me përhap produktin. Me njëherë baza po na duket shumë ma e bronzët. Do e vazhdoj edhe konturën e hundës me një brush ma të vogël.